Gocani ja byrekun që unë bëra mbrëm, këtë që bëra me qep edhe me domate, më kisham vajt mendja se kisham kohë që nuk bëja, kisham bërë me mish, me qep, me gjizë, me djath, me lakra, po sy ky nuk kisham bërë, kisham kohë. Këtë e përdor mami im shpesh dhe unë në çdo vit që veja në Shqipëri, ajo më thoshte kur do veja për drek, tek ajo ditën e dytë që veja takoj, më thoshte ç'a byreku doni, thosha byrek me qepe me domate. Ose lakror me mish që e bëjnë ata nga Gjirokastra, megjithatë ja dhe petët, siç e shikoni, i kam lyer me vaj ulliri dhe me gjalp, shumë pak gjalp i kam shtuar, se apen mirë edhe unë po bëj mbushjen e petës, siç e shikoni unë petën e kam hapur shumë fare, edhe kam bërë mbushjen rreth e përqark, se me një petë vetëm bën zërë si gjysmën e byrekut, edhe kështu, ja, siç e shikoni, e kam bërë rreth e përqark petës, mbushje. Tani do ta mbyll petën, siç e shikoni po e mbyll, do ta mbyll të gjithë rreth e përqark, pastaj do ta tërheq avash avash derisa dhe në mes, ke parasysh peta nëse ka mbetur pak fare trash, tërhiqet dhe vjen e holl shumë. Dhe ja si e kam prerë petën vetë në mesa, nuk më është grisur, e kam prerë vetë se normal do formonja. Edhe ja si që shikoni si erdhi byreku. E vendosin tek tepsia, tepsinë e kam lyer me vaj ulliri, edhe ja thash, vinë zërë si gjysmë e byrekut me një petë. Unë kam përdorur 3 petë të tilla. E petët kanë ardhur të holla fare dhe kanë ardhur super. U hapën shumë shpejt, nuk e di, kjo është peta e dytë. Mu hapën për qef, edhe kur peta hapet është kënaqësi për Zotin, se thua, e mbarova, se byreku ka punë, të themi realitetin. Pastaj për një që është gjithë ditën ikur dhe të vinë darkë bëj byrek, balla i vetëm unë besoj bëj këto gjëra. Të bësh byreku 7:30 në darket. Megjithatë, ne gjithsesi hengëm byreket, por ne hengëm vetëm një, se ai që bëra me kos edhe me djath, atë e kam lënë për Elianën dhe për djalin që të hanin sot në treg, që ata mos gatuonin, jo se nuk gatuon djali, po që e kishte drekën gati dhe ja peta e tretë. Shikoni si ka ardhur, fantastike. E tani jemi bërë, ja kemi marrë dorën që sa nuk e vja thash, 3 petë iku byreku. E futëm në furrë, i kam shtuar dhe pak vaj ulliri, lartë, e të vi i butë, edhe të vi krokant, edhe ja si që shikoni, si në ka dalë për qef. Ke qef. E kam mbuluar me një robë, nga ato të pjatave, edhe ja. Qepën dhe domaten i kisham përgatitur gjipardije që ndeta një mbasdite në shtëpi, edhe më vajti mendja dhe i kisham përgatitur një ditë para, se normal kjo procedur dojnë qiko. Ja e preva byrekun për burrin dhe për vajzën e madhe, unë vetëm sa e provova, djali nuk ishte në shtëpi, ishte me shoqërinë jashtë, edhe ja si doli byreku. Edhe në ngot kos në mbrapa dhe të na bëj mirë atyre që hengën. E dini që po shikoni dhe enë pjatat lavamam, po gatuve do bësh shtëpis, mas na kritikoni për këtë gjë.